Kjo ditë në programin e mëngjesit, sidomos kjo pjesa parë, po komplet programi sot që nga kështu shumë motivues me biseda, me histori interesante. Një prej tyre është edhe një djalë 17 vjeçar që e kam tash këtu në studio dhe që vërtet është një shembull për punët që i bën edhe kur flasim në intervistë, edhe nëse ndalin e shihni vetë 17 vjet, po i ka gjithë ato minjoje çmime të fituara, edhe një përvojë jashtëzakonisht të madhe vërtet, mandej ndalet edhe mendon njeriu çfarë bën ky djalë tjetër përveç që punon, do të thonë edhe flan, ka një është një talent i jashtëzakonshëm në fushën e kodimit, edhe tashmë sa ka fituar vendin e parë me një projekt të tij që është konsideruar shumë interesant, por realisht po i shih edhe çmimet, nderimet që janë bërë janë të shumta. Është Gerti Kida, nxënës pra ende në shkollën e mesme. Mirëmëngjesi Gerti, mirë se erdhe. Faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit juve. Kënaqësi. Në fakt, ndalemi te projekti i fundit me cilin e ke fituar çmimin e parë, vendin e parë. Është një projekt shumë interesant apo jo? Edhe mandej po ndalim edhe po të njohim pak më shumë edhe po flasim edhe për planet që i ke, po edhe për ato, si më thon, idetë e para që të erdhën për kodim. Te projekti i fundit trego. Projekti i fundit. Okej. Projekti i fundit është i bazuar me pneumomi. Okej. E kam ndërtuar domethënë një model për me këshyrë nëse ka pacienti pneumomi, është bazuar me detection X-ray. Shamë informatën që është e bazon, i jep informatën, i jep X-ray-n, foton, edhe jep përgjigje nëse hi ose s'hi. Kom bolla me një... Jo, tregoma pak më thjesht, domethënë e merr me çfarë pajisje ke, po? Po është e kam ndërtuar domethënë me një neural network. Është një, domethënë me thon thjesht është një algoritëm që është bazuar shembull me trunin e njeriu. Atë i përpunon çdo informatat, në fund veç e jep një reflektim nëse po ose jo. Ki pneumomi, nuk ki pneumomi. Tash kjo sëmundje është më pak e transmetueshme, është që kam gjetë më pak informata domethënë ndaj sajna. Ama modeli që funksionon tash e kam trajnuar me imazhe që janë kanë 17.000 imazhe ndryshme që i kam marrë me dy datasete që janë kanë pa pneumomi dhe pa pneumomi. Atë më radhë domethënë është trajnuar tash modeli, të jap të kohën imazhe, të i kallëzu që kjo nuk ka. Edhe tani vish u vazhdu me trajnim. Edhe në fund kur jep shembull ai në imazh tonë që i ki domethënë me X-ray, është më radhë të jep tani përgjigjen. Okej. Edhe kush e ka vlerësuar këto që i jap si më thonë, edhe ti po thuaj që ke marrë dhe raste konkrete apo jo, të atyre personave që kanë pas pneumoni edhe atyre që s'kan pas. Si më thonë, a ka një mbështetje mjekësore kjo, ta thonë, nëse ti në bazë të këtij algoritmi aplikacioni, si më thonë, e vlerëson që dikush pas ka pneumoni, a ka mbështetje edhe mjekësore mandej? Ta thonë, a e thotë edhe pneumologu, a e konstaton të njëjtën? Ana kam menuar si asistent. Okej. Thonë kur e kam marrë modelin, më mujt jo me zëvendësu. Absolutisht normale. Mjekun nuk është e mundshme përderisa. Jo, po them, a janë përputh? Ta thonë nëse ti dikujt i ka thonë pneumonia, ai s'e ka ditë që mund të ketë, ka shku te mjeku e ka bë, si më thonë, një incizim, një analizë, një rezultat dhe ka dalë që për një më pas ka. Visi rasti është e kam marrë. Okej. Nuk më ka rënë më shumë ai doktor si diçka. As më konstatu veten si doktor. Jo, normalisht kjo e qartë. Edhe bile rekomandimit janë mos e konsideroni AI-n, si më thonë, as ChatGPT-n, si doktor, mundi me konsultu, po jo thjesht me konsideru veç si mjek të kërit profileve të mundshme. Edhe mandej kjo vlerësu me çmimin e parë, apo jo? Ç'a ndikoi që fitove çmimin e parë? Ndikoi mirë, ardhëm shumë mirë, ka një rezultat që... Po pse vlerësu? Se kam përshtypjen që aty ka pas një konkurrencë shumë të madhe, apo? Ka pas konkurrencë, janë kanë 22 projekte, kongar nacional dhe me thonë për marrë pjesë në shkollat e mesme. Përderisa lloketi konkret të tjerë janë kanë shumë të mirë, ka pas projekte shumë të avancuara edhe ata. Jam kanë më shumë i fokusuar në pjesën medikale, që shembull Kosova ka më pak rëndësi tek kësaj, nuk ka shumë informata edhe ka vonesa shumë. Okej, po pse vendose kështu me hulumtu me dhëllun që të fushën mjekësore, konkretisht te pneumonia? Si më thonë, fillove me bo kërkime dhe petë që ka munges, apo si më thonë, ke pas në rast edhe mandej nga jo nisi gjithçka, se kështu ka nisë dhe zbulimet më të mëdha, njerëzit e kanë bo prej nevojës vetëm mandej ju kanë ndihmuar të tjerëve. Ideja mas pare e kom pat për me kriju një model për shëndetësi, nuk ka një ideja direkt në pneumomi, ku menu shembull me kancer ose me sëmundje të tjera që kanë qenë, por nuk kom gjetur ato pra informata që mund të gjetë janë shumë pakta. Edhe pneumonia ka qenë një prej vetëm që mund me zgjidh, domethënë. Okej. Edhe pjesa e kom bashkë tani edhe. Se dataseta që janë kanë, ka shumë pak, edhe dosh nuk janë as të shumë të sakta. Do të thonë, këto që nuk kanë çfarë shumë i mirë, po në fund e ka kryer punën. Okej, super. Në çfarë faze tash është projekti? Ka fitu, e di, e qartë, e ke marrë çmimin e parë, apo mendon me zhvillu, apo po mendon me avancu tutje, çfarë po don me çka ka menduar me projektin? Me mujt me zhvillu është kanë mirë.
Është mas pari si prototyp, domethënë, nuk është i trajnuar më shumë i madh, domethënë se për një model për më kanë shumë i saktë, është më trajnuar më shumë se 500.000, e matutje për më kanë me foto. Edhe kapaciteti i saj na mund ta më kanë shumë më i lartë, vërtetar. Se kam marrë një chatbot me to, domethënë me pyet rreth informata për ekonominë, nëse kam, nëse nuk kam, domethënë si një ChatGPT që të ngjit, domethënë. Po projekti është halon pjesë fillestare, më shumë në për shembull me zhvillu më shumë, më të ardh në jetë reale, më shumë. Edhe a ka ambicie, a ka plane konkrete me ndodh kjo? A mundet me ndodh? Mundet me ndodh, përderisa shtetet e tjera kam pa që kanë filluar me, domethënë, me transmetu këtë në teknologji, kanë filluar me, domethënë, me marrë edhe me AI, edhe me fokusu me to. Këto në Kosovë ku menu që shka në ide e mirë, përderisa edhe kena eksporti më të madh, domethënë, me student ndaj teknologjisë, edhe po ka shumë success stories, domethënë që po janë shtetet tjera të shkuar në fakultete. Po çfarë duhet ty që kjo thjesht me u avancuar më shumë? A duhet fonda, a duhet përkraje, si thon, financiare, duhet një ekip më i madh njerëzve që kjo thjesht me u kompletu, po e them edhe me u bë shumë më shumë e përdorshme mandej. Përderisa i kam 17, në alo jam shumë i ri, domethënë pjesë në kësaj fushë. Mo kam ambicie domethënë me vazhdu më shumë. Për mujtë domethënë me jap më përgjigje konkrete është veç domethënë profesionalizmi se çish do të më mirë me projekt edhe normal pjesa financiare. Okej, mirë, Gerti, unë i poshë edhe këto çmimet tua, nuk e di, domethënë janë çmime dhe projekte në për periudha të ndryshme. Domethënë ndoshta kryesisht në këto 2-3 vjetët e fundit që i ke fitu disa çmime, disa minjohje, disa vërtet vlerësime jashtëzakonisht të larta. Janë për projekte të ndryshme, apo ja për punë të ndryshme që i ke realizuar. Po. Okej. Çfarë natyre janë? Tash përderisa janë kanë gara. Kryesisht në për gara të tilla. Po, gara. Kanë gara fundit, kanë me një hackathon, domethënë. E kemi pasur 72 orë, domethënë, për me marrë një projekt. Kemi pasur me një kompani të ujit që kena vendosur projektin. Përderisa vite të tjera kam pasur në gara internacionale, kanë qenë në Holandë dhe në Amerikë. Dyat kanë qenë domethënë me kodim edhe kam pasur të rreth nivele domethënë për një kry, një kohë caktuar. Okej, pra edhe në Amerikë e fitu një medalje të harta, në qershor 2024 edhe mandej në Holandë, gjithashtu në korrekt 2024, ku jetë tjetër, e jashtë Kosovës edhe janë disa Paris, gjithashtu Francë edhe vende tjera. Do të thonë, e ke te i kalu Kosovën. Këtu, a ke shku direkt atje nga Prishtina? Je bo pjesë e garës? Nga mas pari pe Prishtinës, ma ka kalzu babi e garën, se nuk kom e nuk kur me shku, veç ma ka implementu edhe më ka veç përshka kësojna edhe tash jam këtë që jam. Ama gara mas pari kam fillu më të shqirë që e kam po programe. Kam po në moshën 9 vjeçare mas pari kam fillu, jam vazhdu. Edhe po më konë ma konkret me garën, kam fillu dhe më thonë me një ekip këtë që kanë qenë. Kena fuj ma shumë, kom më informata dhe kom vazhdu të netë. Okej. So shmimi i ki krejt, as si ke nëmru. Po vinë shvejt, njëna mas tjetër, sa? Qështu. Po në fakt, të regom, ti je shumë i ri, absolutisht e përmendëm edhe the edhe vetë edhe përmendëm edhe unë në hyre që i ke vetë 17 vjetë, ende edhe një vjetë e ke mandej për me përfundu maturën. Po ti je përcaktu për kodimin, apo jo? Kur nisi gjithçka? Kur je nisi me u interesu ma shumë edhe me, nështë ta me i bua të planet, projektet e para? Në moshën mas pari në fillim, kam qenë shumë bazik, nuk kom bo me sen, po tani kur kanë edhe pandemia, kom fillu ma shumë më mirë. Se dhe njëra konë të zilum, nuk i qenë vëllë tjetër në kompjuter të nditën. Jo, ka plëqërin kompjuter, po lujnë Counter Strike. Ti shkove një hap manej, shkove bone diçka tjetër. Qa ishte që e brendshme që të shtynë tani ka kodimi? Dëshira, përgjësi, adën... Me hullumtu që ato që se she, me njofë që ato që as po shihet, apo? Po, përqen me hullumtu shumë, dhe më thonë edhe në këtë fushë, është diçka që shumë për zemër e marë. Në përgjësi. Okej. Mandej projekti i parë serios qa ishte? Projekti i parë s'di këtë. Nëse, jo ai thjeshti krejt, jo ai thjeshti që ke provu, se krejt provojnë gjana që mandej, si më thonë, nështë ta thu qa pas në bodhë me që ka jem krenu. Po projekti i parë serios që ty ta hapi, si më thonë, ose çmimi i parë, ose një gara rëndësishme ku ti u vlerësove mirë. Që ti hapi dyrët edhe the, okej, pas kam potencial, ja vlen me shku këtnej. Tek pjesa e garës ma shumë ka algoritmi më mirë. Tash, atë ka ra me, dhe me thonë, me kriju sene ma specifike, dhe me thonë ka shku me qidet probleme, që të me thonë e këmë qëllë për ngara. Po, me projekt Aman, edhe vitin e kalim që këmë pjesë, dhe me thonë, garën të mbëskës,
E kom marru dhe me thonë një model me po objekte. Object detection. Okej. Që ja ka një për projektit dhe më serioze që i kam. Tjerat mira më shumë algoritme edhe me AI shtë. Okej. Fakt, planet të tua janë për te, apo jo? Po. Me shku me studiu? Me shka mirë. Në Amerika? Shka mirë. Pse Amerika? Amerika është më e mira për këtë punë? Ideja është se në Amerikë, dhe me thonë, ka avancime shumë të në teknologji, se mos me AI që është në fund si shpërshijet, dhe kam një dëshirë atë mujtë me vazhdu studimet. Okej, a ja ke vu syri në universiteti? Caktuma? Ka shumë. Okej. Ka shumë që po më minë. Shembull, një pyetje në UPenn, Carnegie Mellon, ashtu. A dush me apliku ma herët, si është puna? Po. A veç ke nis me apliku në shta? Ja, do të me apliku ma herët, në djetur në mbyllet në aplikimet. Okej. Mirë, qa i ke planët më ndej? Se më qa është një diçka që e ke andër, një projekt që e ke andër, një diçka që mendon ke me realizu. Një ditë ka me ardhë koha me realizu. Po nashta zbën me të regu se ta marrin një idenë më ndej. Po, se më thonë, ato që mundesh me të regu. Qa mendon me ndryshu, se ideja që gjanat në që të fushën e ju i po ndryshojnë shumë shpejt. Do thonë nëse kete një plan sot, edhe mendon deri nesër dikush e ka realizu, edhe ta kalon planin, se më thonë, të parealizum, të ka mbet në sirtar. Po qa ke qef me boni ndryshim në që të fushë? Kisha mujt, në esencë që ka lidhja pet me pjesën medikale edhe me AI engineering, ka më kanë diçka që më po funksionu edhe në Kosovë, mujt me pru, me ndimu ma shumë tek pjesa medikale. Okej, kush është inspirimi jëtë maj madh? Në që të fush diçka që ka bo një revolucion? Nuk kam da manë. A nuk është Elon Musk e këta sënë? Ja. A jo, pse? Nuk është që i këshirë, nuk është që i një shumë. Okej, këta ChatGPT apo menon që është revolucion, inteligencë artificiale, është një revolucion? Po. Një diçka shumë e madhe që po ju ndihmon edhe ju, më ndoj po edhe neve? Po, ka për një zhvillim shumë të madh, po nuk është që do të më tullë shumë persona. Edhe përderisa nuk ka me zëvendësu pjesën punëtore, ose fushin punëtore që e ka njerëzit. Me një njeriu që jo po thua? Jo, është dishtë një lloj mjete që e përdore njerëz për me kry punë, për me shërby ma shpejt. Një asistencë për neve? Po, kështu është ideja, thëna, që është edhe projekte jam. Okej, po absolutisht të shumë projekte të tjera të mira. Mirë, qa ke gara tjera në cilat po do me marë pjesë? Gara tjera... Tash, shpejt. Alo të zhvillu jam, alo të shqyqu, se ka mirë tash të me fakultet, bjen, do të me fokusu tash me test e SSN. Garat atë kanë mundësu që ti me o avancu ma shumë se je në konkurencë me tjertë, me plot të tjerë, që gjithashtu janë të mirë dhe ata. Vitin e kalum. Kom pas shumë konkurrent. Përderisa janë kanë 7.000 deri në aplikim, atje derisa kanë mujtë me mbri, kanë qenë deri me 300, dhe thonë në garën finale, edhe në kodim kom pas një kur shumë pak. Dhe thonë për një orë, më ka zhjot deri 30 minuta me kry këtë nivelit. A ka shumë tri edhe të mirë Kosova në kodim? Po. Qështu në mosha jote, ma tri, pak ma të vjetër? Dy ati, shumë një. Kam edhe shqit një jam që mire me qësë sana. Ka zhvillim shumë të madhë në teknologji, pëse që në vitet e arshme kena pat një për eksport të materialna. A po, a? A është kodimi diçka që mësot edhe, që me thonë, edhe individualisht, edhe vetë, edhe pa shku një kurs, a dush me shku një kurs me ta dhonë dikush një drejtim, një orientim? Unë kam fillu me kurs, një njerë që kanë fillu edhe pa kurs, kanë fillu vetë, kanë një observ vetë, edhe është diçka e mëndshme. Programimi dush me më shpërba autodidakt edhe me vazhdu me tonë. është diçka që është vishtë një rrugë për mujtë me mësu. Se gjithë kush kërka një sëllit vetën, dhe me thonë, që si e vazhdojmë. Okej. Edhe rëfime të tilla ka sa dush. Mirë, Gerti, faleminderit shumë që erdhe sot në studio. Kënaqësi që po flasim edhe po uroj që ti vërtet ta kesh një rrugtim të mirë, po nuk e di nëse e ke plan me shku në Amerikë me studiu, me kry këtë ato nivele që ti don, edhe mandej me u kthy në vendin tonë, a? A e ke qëtë ambicja apo do me met në Amerikë? Se Amerika i ka njerëz të vet. Neve na duhen njerëz tonë. Varet tash. Okej, varet, do të qenë kemi dy mendje. Ama mos harro Kosovën, ku do të shkojsh, kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit.